Shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi te Kosova dhe Serbia dhe më pas tek Ukraina dhe Rusia. Ndjekim insertin dhe rikthehemi. Komisionerja Europiane për zgjerim Marta Kos tha se dëshiron të shohë një Serbi demokratike që të hyjë në Bashkimin Evropian, por se pret një orientim të qartë prej saj dhe jo të ulet në dy karrige. Në një takim me gazetar në kuadër të forumit zgjerimit të Unionit në Bruksel, Kos tha se për të është e papranueshme që disa qytetarë rusë përfshirë ata në listën e sanksioneve, po marrin shtetësi serbe përmes procedurave të veçanta. Marta Kos u shpreh se politikanët të Serbi duhet të ndalojnë me retorikën anti-europiane dhe se gjë e më e rëndësishme është të ndërtohet besimi qytetarëve, të cilët, siç shtoi ajo, i besojnë Bashkimit Evropian më pak se më parë. Të jesh antar vjen me përgjegjësi dhe angazhim për të dy palët. Ne duhet të mbështesim mediat e pavarura dhe organizatat e shoqërisë civile, theksoi Kos. Bashkimi Evropian duhet përgatitet për antar të rinj, tha Kos, dhe shtoi se për herë të parë nuk bëhet fjalë vetëm për pranimin e vendeve të reja, por edhe për mbrojtjen e vetes në mënyrë që kur Bashkimi Evropian të marrë antar të rinj të jetë më e fortë dhe jo më i dobët. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për të diskutuar mbi këto zhvillime të tjera kam të ftuar kolegun gazetar Sokol Braj. Sokol, përshëndes. Përshëndetje, Kristin. Sokol, tani si me insertin që dëgjuam së bashku, pra deklarata e komisioneres Marta Kos shënon një nga paralajmërimet më të drejtë për drejta që Bashkimi Evropian i ka bërë Serbisë ndër vite. Nëse vazhdoni me Rusinë, harrojeni Europën, thuhet nga Marta Kos, dhe kjo tregon nga një ranë se durimi i Brukselit ndaj politikës së dyfisht të Beogradit është duke mbaruar. Dhe pyetja lind se a jemi tashmë përballë momentit kur Bashkimi Evropian do ta detyrojë Serbinë të zgjedhë mes perëndimit edhe Moskës pas një hapësirë manovrimi, po i shuaj. Po, dhe mund ta quajmë edhe kështu, por në fakt Serbia ka qenë gjithmonë që ka luajtur me dy, domethënë si qengji i mirë të këtyre dy nëna, vazhdimisht ka tërhequr dhe ka pasur interese në Moskë, po ashtu fytyrën e saj ka të drejtuar nga Brukseli, nga Bashkimi Evropian, por edhe me Moskën ka marrëdhënie aq të mira, kurse sa i përket Bashkimit Evropian, po Bashkimi Evropian ka pas në fakt edhe fajet e veta për dekada me radhë, jo thjesht të kohët e fundit apo këto vitet e fundit, por e ka mbajt si thënë saj, si çuni i jerkës, e ka mbajt Beogradin vazhdimisht, por me sa duket tani kur tensionet janë larta Washington Bruksel, në këtë aspekt Bashkimi Evropian, pra Brukseli kërkon që të ketë një strategji krejt ndryshe, ku i thot haptas Vučićit dhe Beogradit që tashmë o me ne ose me armikun, pra ose me Moskën, por se si do të jetë gjithë unioni në këtë këndvështrim, a do të përkrahë unioni këtë këndvështrim të Brukselit, kjo le për të dëshiruar, sepse si dihet nuk kemi një Europë, pra nuk kemi Shtetet e Bashkuara të Europës, por kemi Bashkimi Evropian, i cili çdo shtet përsëri ka të drejtën e vet të jetë, domethënë, kundra parimeve të Brukselit, ku këtu mund të shohim për shembull Hungarinë apo edhe të tjera që janë në Bashkimin Evropian, dhe vjen edhe rastin Serbia, po ashtu edhe kriza e mrenshme, politikat e mrenshme, problemet e mrenshme, protestat e mëdha që janë për të rrëzuar, domethënë prej vitesh për të rrëzuar Vučićin, ende nuk kanë dhënë atë që kërkon Brukseli, dhe në këtë aspekt dëshirat e Brukselit nuk janë që do të shohim një politikë krejt ndryshe strikte ndaj Beogradit, por më shumë janë për të fituar kohë, sepse siç e thash edhe pak më parë që ky Vučići, pra që Brukseli akuzon se është me Moskën, njëjtën kohë armët e Vučićit përvrasin ushtarët rusë në Ukrainë. Pra ditë përdori manevra shumë të jashtë diplomatike, mund ta quajmë ne, Vučići, dhe në këtë arsye ata të Brukselit nuk janë se do të kenë nuk ka rast si bombë mes Beogradit, pra ata dihen, dhe kështu që Vučići ende vazhdon të jetë po ai që ka qenë. E qartë. Sokol, nga ana tjetër, Marta Kos i quajti të papranueshme marrjen e shtetësisë serbe nga qytetarë rusë të sankcionuar, pra një praktikë që Brukseli e sheh si shmanget hapur të masave europiane kundër Rusisë, dhe kjo nga ana tjetër mund të interpretohet dhe si sfidë drejt për drejt e Beogradit ndaj Bashkimit Evropian, dhe sa e rrezikshme është këtu pra për procesin e zgjerimit që Serbia po shndrohet në një port alternative për individët e bizneset rusë të goditura nga sanksionet.
Po nëse shohim politikën që nga ish Jugoslavia të Slobodan Miloševićit, por sot Vučićit kanë ndjek njëjtën metodë, pra janë shumë fitimprurse për Beogradin, domethënë të shqetësi që i jepen njerëzve të sanksionuar, sepse bëhet fjalë jo për milion, por për miliarda dollar apo euro. Dhe në këtë aspekt se sa do të jetë Europa, domethënë si do të ecin me negociatet me Serbinë, kjo do ta shohim në vitin e vijim, por kjo është një strategji jo thjesht e Beogradit, por normalisht që si mund ta quajmë racës se vetë pra racës slave, e cila është në Bashkimin Evropian ose ka vazhdon negociatat në Bashkimin Evropian, shumë shtete, jo vetëm Serbia. Pika kryesore këtu domethënë është që ato njerëz që kanë sanksione pra për shkak të luftës apo të pushtimit rus që vazhdon të bëjë në Ukrainë, por këto ndoshta nëse vazhdojnë negociatat dhe nëse bëhet fjalë për një anëtarasim të plotë të Serbisë, këto do të jenë pro-europiane, sepse siç gjithë njerëzit që kanë sanksione, Europa tashmë po debaton që të përdoren për rizhvillimin dhe rikëmbjen e Ukrainës, pra ato para që do të vinë nga ato njerëz që nëse futet në Bashkimin Evropian. Serbia këto do kalojnë në anë tjetër, por a do të jetë kjo vetë ajo qëllimi i Beogradit? Kjo nuk i dihet, sepse të paktën në Europë vazhdojnë negociatat për një paqe të qëndrueshme në Ukrainë, pra mes Ukrainës dhe Rusisë, ku Europa ka një fraksion shumë të ndryshëm me atë Amerikës, por gjithsesi nga që janë bërë tavolinat këtu edhe mund ta quajmë domethënë edhe lobi serb në Europë, jo se mund ta anashkalojmë, domethënë ka një pesh të veten, kur dhe këto sanksionet të njerëz që janë të sanksionuar dhe jep shqetësi, Beogradin ndoshta mund të jetë një strategji krejt ndryshe nga ajo çfarë të paktën shohim në prononcime zyrtare të Brukselit. Nga ana tjetër, Sokol, Brukseli kërkoi dhe ndalimin e retorikës anti-europiane nga politikanë serb dhe rikthimin e besimit tek qytetarëve, pra që është më e rëndësishmja, të cilët sot i besojnë Bashkimit Evropian më pak se më parë. Dhe kjo tregon edhe një krizë të thellë besimi pra në marrëdhëniet BE dhe Serbi. Dhe pyetja lind se ka humbur tashmë Brukseli narrativën në Ballkan dhe duke i lënë hapësirë ndikimit rus në gjithë opinionin publik serb. Po, kjo ka qenë, në fakt, kështu ka qenë, por qoftë edhe për serbet, ku edhe ti, por edhe unë, domethënë njohim serbë, kemi shok, kemi kolegë tanë që bisedojnë, që flasim për të, me vërtet që besëshmëria e serbëve ndaj Bashkimit Evropian nuk mund ta quajmë që ka rënë, domethënë në masë, por politikat racistet Vučićit dhe për të qëndruar vetë në qeveri, këto lloj letërsish bën domethënë Vučićit, duke quajtur që të gjithë janë armiqtë e Serbisë, por në fakt i vetmi qytetërim që mund të jetë edhe për serbët, që mund të jetojnë në paqe dhe jo ato që kanë bërë në të kaluar qoftë në Bosnjë apo në Kosovë, duhet të thrasin mend, si thënë, por me ata politika që ka Beogradi dhe nëse nuk arrihet që të ndryshojnë domethënë presidentin e tyre dhe qeverinë e tyre, atëherë këto edhe në vite me radhë do të kemi të njëjtat propagandat e Beogradit, por edhe të njëjtat kundërthëniet e Bashkimit Evropian. Për këtë se duhet ditur se Ballkani nëse arrihet domethënë që të jemi në një Bashkim Evropian, që kjo është e pashmangshme, nëse Bashkimi Evropian do të vazhdojë të jetë, edhe pse ka shumë mendime të ndryshme që do të kemi një Bashkim Evropian pas 2030-s, është tjetër e punë, por gjithsesi është i vetmi, që më ta quajmë i vetmi union politik që mund të arrijë të jetojmë domethënë në një fqinësi shumë të mirë